Për shembull, sa i përket intolerancës në gluten, është një prej intolerancave që na sjell sëmundjen e celiakisë, ku kemi problematika pastaj shumë të mëdha me zorët dhe sa i përket kësaj nuk ka domethënë diçka më shumë, siç e kemi tek intoleranca e laktozës, që kemi enzimin e laktazës tashmë edhe si tablet, ku mund të konsumohet. E tashmë është në rritje edhe në Kosovë, se para disa viteve s'është që ka pas në sasi kështu pak më të madhe siç është tash. Vetëm janë shtu produktet me, domethënë që janë të procesuara pa laktozë dhe është shtu në tregun tonë farmaceutik edhe domethënë enzimi i laktazës për të mund të procesua ato ushqime, metabolizua ato ushqime. Ndërsa te pjesa e glutenit i kemi vetëm produktet pa gluten dhe nuk ka domethënë diçka ndonjë suplement, enzim ose diçka tjetër që mundet pastaj me u konsumu produktet me gluten. Mirë po, gjithashtu ekziston edhe tendenca që disa pacientë që faktikisht vinë në klinikë dhe tregojnë që kanë fillu mos me konsumu, domethënë ushqime të cilat kanë përmbajtje të glutenit, shkaku që me humb peshë. Faktikisht ajo nuk është e vërtetë, se nëse unë mund t'i procesoj, pra mund t'i metabolizoj, mund t'i zbërthej ushqimet që kanë përmbajtje të glutenit dhe filloj të konsumoj një dietë pa gluten, nuk do të jetë e shëndetshme as pak për mua, sepse ato produkte të cilat domethënë kanë atë stikerën aty gluten free, domethënë pa gluten, gjithmonë kanë domethënë minerale, vitamina, shtesë që procesohen, janë ushqime ultra të procesuara dhe gjithmonë duhet të konsultohen me nutricionistin ata personat që kanë problematik me metabolizimin e glutenit. Dhe patjetër që ta parandalojnë celiakin dhe problematika tjera që mund të shfaqen në zorët e tyre. E përmendëm pra intolerancat. Testi intolerancës, si funksionon, çka është BMI-a, kam dëgju për këto farë? Këto termet këto termet pak ma komplikume. Sa i përket pra intolerancës, deri tash unë fola për intolerancat gjenetike që janë të trashëgueshme. Ndërsa testi intolerancës mund të bëhet me metoda të ndryshme, një prej tyre është me gjak, pastaj kemi me fije të flokut, ka me frekuenca, ka format marketingut të ndryshme. Mirë po, diçka që është e bazuar, domethënë plotësisht në shkencë janë këto gjenetike. Të gjitha këto janë si clinical trials, pra nuk janë të vërtetuara dhe të patjetër, domethënë organizata botërore shëndetësisë nuk i njeh si teste zyrtare, sepse nuk kanë bazë të mjaftueshme që të konsiderohen si teste mjekësore. Pra nuk janë as sakta ato, saktësia nuk mund të themi. Unë po flas më shumë për pranimin institucional të tyre, sepse ka raste kur testet e intolerancës janë jashtëzakonisht shumë të sakta dhe ka persona që kanë shpëtu, domethënë kanë shpëtu stilin e jetës tyre, kanë ndryshu totalisht mënyrën se si kanë jetuar pikërisht nga testi intolerancës dhe kanë fillu domethënë një formë shumë të përshtatshme të mënyrës së jetesës, kanë ndryshu gjendja e tyre, si ajo me BMI, pra me indeksin e masës së trupit, i cili është ulur, sepse ka disa etapa në të cilat një nutricionist mundet me shku në trajtimin e mbipeshës dhe obezitetit. Sepse faktikisht obeziteti tani më është pas sëmundjeve kardiovaskulare vrasësi numër 2 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku po merr jetët e njerëzve. Kështu që duhet kemi kujdes në këtë pjesë, sepse nëse ne nuk fillojmë fillimisht me një dietë ose me një ndryshim stili të jetës dhe e shohim që nuk po funksionon dhe nuk jemi mjaft të motivuar, pastaj mund të vazhdojmë me testin e intolerancës, ose metoda të ndryshme komerciale, nga më të ndryshmet që ka. Është mirë të provojmë gjëra, mirë po gjithmonë të konsultohemi me profesionistin shëndetësor. Dhe asnjëherë nuk duhet të shkojmë drejt ekstremeve dhe domethënë ndryshimeve që janë të menjëhershme, sepse këtu do të qalojmë dhe do të kemi mungesa në pra pjesën
që faktikisht është më e rëndësishmja.